Duke nisur nga 10 prilli i vitit 2026 do të ndryshojnë rregullat e udhëtimit drejt Europës, pasi do të vendoset plotësisht në funksion sistemi i ri i hyrje-daljeve EES. Ky sistem hyri në fuqi më 12 tetor të vitit kaluar në 29 shtete europiane, por funksionimi plot i tij nis nga 10 prilli i këtij viti. Me këtë ndryshim, vulat tradicionale në pasaport do të zvendësohen me regjistrime digjitale në hyrje-dalje nga territori i Bashkimit Evropian. E njëjta praktik do të funksionojë edhe për një shtetas që nuk është pjesë e Unionit, të cilëve u refuzohet hyrja në shtetet e Bashkimit Evropian. Asgjë nuk do të ndryshojë për qytetarët evropian. Sistemi i ri është menduar vetëm për udhëtarët jashtë vendeve të Bashkimit Evropian, të përjashtuar nga detyrimi për vizë, si ata që vijnë nga Mbretëria e Bashkuar, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Izraeli, Japonia, Brazili si dhe shumë vende të tjera, të cilat hyjnë ose dalin nga zona Schengen për qëndrime afatshkurtra, domethënë për udhëtime deri në 90 ditë brenda një periudhe prej 180 ditësh. Sistemi i ri synon të shkurtojë radhët në pikat kufitare, pasi zëvendëson vulën manuale në pasaport me një kontroll plotësisht digital. Të dhënat biometrike të pasagjerëve, gjurmët e gishtrimeve, njohja e fytyrës, skanimi i irisit regjistrohen së bashku me emrin, datën dhe vendin e hyrjes apo daljes së tyre. Përpara se sistemi i ri të mund të përshpejtojë realisht kontrollet në kufi, duhet bërë një regjistrim paraprak. Udhëtarët jashtë vendeve të Bashkimit Evropian do të kryejnë këtë drejt për drejt në terminalet automatike të vendeve në zona të posaçme, të aeroporteve ose pikave kufitare. Procesi është i thjeshtë. Termali skanon pasaportën, mbledh shenjat e gishtrimeve dhe bën një fotografi të fytyrës së pasagjerit.